hipa bile në një karrik sepse fotografia ishte bukur lartë dhe zbrita dhe theva pa në dyshemi. E theva dhe shkyva. Thyja fotografisë Titos. Kjo ka ndodhur vitin 1969, jo në Smrekonic, po në Vushtri. Se unë prej Smrekonice kalova në Vushtri, sepse territori na lidh ke më afër ashtu, dhe në vitin 1969 isha në klasën e 6 dhe hipa bile në një karrik sepse fotografia ishte bukur lartë dhe zbrita dhe theva pa në dyshemi. E theva dhe shkyva. Po kuptohet nga ja pata disa pasoja. Po e theva sepse e urrejshim nga fjalët e të parëve tonë, në përrodha të ndëgjue, se shqiptarët kanë luftuar për i bashkim, dhe që ai ribashkim nuk u realizue, atëhere isha e urrejtja ndaj tij. Kuptohet pasojat ishin, erdhë pa baba im, e detyruan që ta paguaj atë kornizë, si kur tash me thonë sigurisht, se atëherë konë në funksion dinari, nuk ka qenë si tash euro, veç dikon sigurisht 100 euro. Bile, një sekretar që ishte i shkollës fati, aje ndërpreu se sigurisht paten me intervenua dhe organi i punëve të brendshme. Aje ndërpreu ato dhe me qaq përfundoj. Shqo, aja merita shqiptarve se edhe ish autonomist. Shqo, duhet të kemi kujdes. Se dhe ata me thonë që s'kan bazë jo nuk shkohet ashtu. Sepse Universiteti i Kosovës është themelua, është formuar në vitin 1970, ta ishte kështu. 1968 ishin demonstratat. Pas demonstratave, u leju flamuri me shkaben 2 krenare. U bo universiteti, u bo në fakultetet. Vitin 1974, u fituën një autonomi. Do me thonë, më shkojmë kaja, me anulluat gjitha, sepse, si pas meje, edhe ata kanë merita. Kanë merita aq sa kanë. Kanë merita. Kjo fitore që ju bo, e quaj një farë lloj fitore, autonomi. Kjo i dedikohet, shqiptarëve i dedikohet. Se fakt, me rënjen e Aleksandr Rankovicit, fakt që gjërat veç filluan, pak a shumë, populli jonë një frimarje më të lira. Se 1966 në shtra Aleksandr Rankovici, atëherë fakt, kur ishte ai, ministri i punëve të brendshme sa më duket, ju e dini aksionin e pushkëve. 1956-7, çfarë vujtjesh ka pas populli jonë, çfarë torturash, deri sa i kanë edhe vra, i kanë dëbue, një pjesë i kanë për Turqi, një pjesë kanë kalu kufinin për drejt Tiranës, drejt Shqipërisë. Kur ai ra, pak një frimari ishte ishte pak me lirë për shqiptarë. Se mu më kujtojt edhe një detaje, me qenë se nuk kemi nostalgji për te, as për atë sistem hiqfare, në vitin 1966, kur isha në klasën e 5 në Smrekonic. Tito erë në një vizitë në Kosovë, ne mësues në arreshtuan ku është ai burgu në Smrekonic, e dini ju në atë magistralen, jemi arreshtua të popull dhe përshëndetshëm. Se ishte sistemi i tillë, unë isha në klasën e 5, por, fakt edhe njerë, thamë, edhe autonomista që ishin, i kanë meritat aq sa i kanë.